Zjarre katastrofike gjunjëzojnë Korenë e Jugut. Raportohet për 24 të vdekur, të paktën 24 persona kanë humbur jetën si pasojë e zjarreve katastrofike që kanë pushuar Korenë e Jugut ditët e fundit. BBC raporton se vatat e zjarrit janë ende aktive duke shkaktuar dëme të mëdha në rajonin juglindor të Koresë së Jugut. Mësohet se shumica viktimave janë të moshës 60 deri në 70 vjeç. Autoritetet bën me dije se nga zjarret kanë mbetur të dëmtuar rreth 26 persona, 12 për të cilëve në gjendje kritike. Sipas mediave, zjarret vdekepruese kanë detyruar më shumë se 23.000 banor largohen nga shtëpitë e tyre. Kriza e paprecedent mbetet kritike dhe po rishkruan librat e rekordeve për zjarret më të qenë në historinë e kombit tonë, tha presidenti në detyrë Han Duck-soo. Zjarret dogjin tashu një tempull 1300 vjeçar në Gunsa në qytetin Uiseong. Zjarret nisën në qarkun Sanjong të premten pasdite dhe u përhapën në qarkun Uiseong, thanë autoritetet. Të nxitur nga erët e forta, zjarret po përparojnë në qarqet fqinj Andong, Cheongsong, Yongang dhe Yeongdeok, njoftoi agjencia e lajmeve Yonhap.